Damian Gjiknuri, shoqëruar nga kryetari i bashkisë Erges Dule, zhvilloi një takim me efemerët në Konispol. Në fjalën e tij, Gjiknuri pohoi se rikthehet në një zonë për të cilën ka dhënë kontribut në realizimin e shumë investimeve, unazës ekonomike, që i erdhi në ndihmë kryesisht zonës bujqësore, sistemi i vaditjes, fondet e investimeve për infrastrukturën e nevojshme. Gjiknuri theksoi se vazhdimi i investimeve në infrastrukturë, si një kërkesë e juaja dhe përmirësimi i skemës në bujqësi dhe aspektet e rregullimit të tregut, do të vijojnë të jenë prioritet i qeverisë. Unaza ekonomike, rruga që u bën vitin 2017-2018, ka qenë investimi im personal me fondet që i gjeta nga qeveria shqiptare për t'u ardhur në ndihmë zhvillimit ekonomik kësaj zone. Kryesisht bujqësore, një zonë që sa vjen shtohen si përfaqësit e mbjella, ashtu siç edhe për sistemin e vaditjes me kanalin e Janjait, kam lobuar vetë për fondet dhe arritëm ta bëjmë realitet i vepër që e keni kërkuar ju dhe për ndihmën mbajtur nga ana ime. Do të rriten dhe fondet e investimeve edhe për infrastruktura aq nevojshme. Përmirësimi i energjisë elektrike, shumë shpejt ai do të bëhet realitet dhe kjo është një pjesë e rëndësishme e paketës së Partisë Socialiste edhe për zonën tuaj. Vazhdimi i investimeve në infrastrukturë, duke dëgjuar edhe një kërkesë shtesë që keni dhe që ju intereson për zhvillimin ekonomik, dhe përmirësimi i skemës së financimit bujqësi dhe aspektet e rregullimit të tregut. Fundja BE do të hapi shumë mundësi për financime ekstra, sidomos për bujqësinë dhe për infrastrukturën e madhe. Duke ju referuar situatës zgjedhore, Gjiknuri pohoi se të gjithë fermerët kanë shumë arsye për të votuar Partinë Socialiste, ndërsa kërkoi mbështetje edhe për kandidaturën e tij si një zë i fuqishëm, një njeri me eksperiencën e duhur politike, që do t'i hap dyer dhe të zgjidhë problematika të komunitetit. Të gjithë fermerët këtu kanë shumë arsye për të votuar për Partinë Socialiste. Jo vetëm për investimet dhe vëmendje që ka dhënë Bashkisë Konispol, jo vetëm për të mirat përgjithsisht zhvillimin ekonomik që i ka sjellë vendit, dhe kjo patjetër do të sjellë edhe përmirësim dhe kërkesë të rritje për bujqësinë shqiptare. Kam dhënë kontributin tim për forcimin e kësaj partie, për qeverisjen e këtij vendi. Kam një eksperiencë politike, kem një zë dhe pesë të fuqishme për hapjen e dyrë. Ju duhet një përfaqësues, ju duhet një zë politik të hapi derën dhe të zgjidhë problemet. Me mua është një mundësi e mirë që ne projektet që ka nevojë bashkia t'i çojmë përpara së bashkut, siç kemi bërë në të kaluar. Kryebashkiaku i Konispolit në fjalën e tij pohoi se Damiani ka qenë prezent në Bashkinë Konispol nëpërmjet punëve dhe investimeve politike dhe në këtë proces votimi, secili nga banorët do ta bëjë vlerësimin nëpërmjet votës. Dule theksoi se më e rëndësishme është që vota të shkojë për numrin 5 tek Partia Socialiste. Këtu në bashkinë tonë Damiani ka qenë prezent nëpërmjet punëve, nëpërmjet objekteve publike, nëpërmjet investimeve. Fati i jon dhe i gjithë qarkut vlorë është që të jetë tek lista dhe secili nga ju do ta bëjë vlerësimin nëpërmjet votës. Ne na duhet një zë i fuqishëm që bashkë me mua, bashkë me bashkinë, bashkë me të gjitha ato ministritë e linjës, gjitha hallet e zonës t'i çojmë atë ku duhet. Kështu që vlerësimin do ta bëni vetë për kandidatin që i duhet zonës tonë. Ajo që është më e rëndësishme për ne është që vota të shkojë tek numri 5, tek Partia Socialiste, që t'i jap mundësi gjithë shtetit, gjithë armatës shtetit që këtë vend ta çojë përpara nëpërmjet punëve, nëpërmjet investimeve dhe ta integrojmë më së fundi pastaj Shqipërinë në Bashkimin Evropian.